shpejt të gjithë ftuarit se si e përjetojnë këtë ndeshje. Dashur, me në një emocion të veçantë? Emocion. Sigurisht që çdo ndeshje e ekipit kombëtar ka emocione vet, domethënë, por për specifikën që ka, domethënë, qoftë edhe marrëdhëniet që kemi prej vitesh, edhe ai meraku, po themi, se mos ndodhi një gjë. Gjëja e fundit që ndodhi ishte në favorin tonë? Sigurisht ishte në favorin tonë dhe nuk ndodhi këne. Kjo është gjë mirë. Avokat, si e përjeton? Apo Unë nuk e kam qef, me thënë drejtën, këtë shtimin e tensionit ose të emocionave. Do preferoja një ndeshje pak më të qetë. Edhe një atmosferë pak më të qetë. Cilën ndeshje do me thënë, këtë se ke parë akoma se do ndodhi pas nesër, por po të krahasojmë emocionet, më të mëdhaja për Inter PSG, Paris Saint-Germain, apo Shqipëri-Serbi? Ska lidhe, Inter PSG është, si më thënë, që më tepër duhet me pasë sa që të thuash, mos thuash që se kam parë finalen e Champions League-ës. Kjo ka vërtet emocione. Do me thënë, okej, mirë, se u shfaqe si një qik i ftohtë, si... Jo, nuk jam një qik i ftohtë. Kjo rritja e atmosferës, se s'duhet përdor fjalën tension, po... Mendon se është artificiale? Jo, nuk mendoj që është artificiale, po kjo nuk më bën ta shijoj si duhet. Do preferoja pak më shumë qetësi. Pinari, drejtor sportiv i Dinamos, mos gaboj se jeni të dy sportistë nga Karavandet bashkë me Zallën, mos gaboj e i vetmi që ke luajtur me të 3 kripjet e kryeqytetit dhe me 7 Tiranën dhe me Partizanin dhe me Dinamon, ka pas në një që ti ke ty të treja? Jemi pak. Ka pasur. Ka pasur. Tani e drejtor teknik i Dinamos dhe ish lojtari kombëtarës. Po. Mësuj që këtë përjetimin. Është përjetim nga janë emocionale është jashtëzakonisht i madh, sepse luaj me një kundërshtar. Ne e shohim me aspektin sportiv, po nuk e shpangim dot dhe aspektin politik, mund të themi. Dhe shpresojmë që dalim me një rezultat pozitiv, sepse të gjitha emocionet, të gjitha përgatitjet që po bëjmë për këtë ndeshje, në fund na rezultojnë me një rezultat pozitiv. Kjo do ishte dëshira më e madhe e jona, sepse me të vërtet kemi nevojë për këto momente me një rezultat pozitiv ndaj një kundërshtari sportiv, siç është Serbia. Kundërshtari sportiv. Zalla, ke të paktën 3 ditë që gjithë lajmet sportive janë... Jo vetëm, më vjen mirë dhe të uroj që për herë të parë në studio nuk e një politikan. Jo, më po. Sepse është shumë e bukur kjo. Kam pasur dhe Dukën, kam pasur 2 herë. Është shumë e bukur kjo, u kështu unë mendoj. Të falenderoj, i dashur komplimentin e pranoj. Ti po vjen për herë të parë dhe uroj që mos jetë e fundit. Kjo tregon që edhe në sportit kemi një pesë specifike, pavarësisht se na përzihet ndonjëherë gjeopolitika, por në rastin konkret ne jemi për sportin, le të ndodhi çfarë dojë, unë dua vetëm të fitoj kombëtarja. Unë kam një konflikt interesi, jam tifoz i çmendur i kombëtarës, kaq. Okej, në rregull. Shkodra. Për te pjesës e ngarkesës, pjesa e biznesit për shembull ka problem pjesën e bllokimit të rrugëve herë para punës. Kjo është pak po e sigurt. Shiko, ka një lloj rritje tensioni. Avokati tha që nuk duhet ta shqyejmë tension dhe në fakt nuk duhet ta shqyejmë tension, duhet të jetë një pjesë më tepër emocionale. Edhe reminiscenca e të kaluarës që ne kemi patur një ngarkesë për shkak të asaj që ndodhi atëherë, po kanë ndryshuar shumë gjërat. Unë kam përshtypjen që janë më të relaksuar edhe marrëdhëniet mes njerëzve, pra qytetarëve. Po patjetër, domethënë po ti shohësh janë më të relaksuar. Unë kam parasysh biznesi ditën e hënë do vazhdoj biznesin prapë me Serbinë njësoj sikur s'ka ndodhur asgjë. Kështu që media padyshim do bëjë detyrën e vet sepse do të shesi tirazhin edhe do të ketë sa më shumë klikime, do ta ngrejë çik tensionin, por unë nuk besoj që ka për të pasur ndonjë problem. Kemi gjithë biznesmenë, ke parasysh këtë? Po shikoj, do të themi në realitet të hënën ka më shumë bëjnë biznese ndryshme, sa bëjnë bizneset, të hënën do të themi në realitet prapë. Okej, mirë, do ta diskutojmë. Shpresoj mos ketë ngarkesa të mëdha. Të lash në fund Lenida, jo vetëm se ëmbëlsira lihet në fund, por sepse